Zotit Berisha që të bëjë një zgjidhje që ta zgjeroj duke përfshirë të gjithë, po themi personalitetet e rëndësishëm dhe ata që mendojnë ndryshe në parti, edhe partitë të cilat kanë ndarë nga Partia Demokratike, edhe partitë të cilat janë opozitarë, dhe po diskutim hapja. Pra nuk mundet që në këtë moment kur nuk ka folur ende, po themi me raport përfundimtar arbitri që është OSBE Odiri, të dalin dhe të kemi diskutime për partinë, sepse të gjitha diskutime do vinë pasi të certifikohet njërë ose jo, apo të shifet se cilat janë problematikat e zgjedhjeve. Kjo është shumë e vërtetë, zoti Saliani, pritet ai certifikim dhe po vonon nga ana e OSBE Odirit. Megjithëse deklarata paraprake kishte vërejtjet e saj për procesin zgjedhor. Por, në statutin e Partisë Demokratike ka një nen që zoti Berisha e ka quajtur Neni Basha. Ju si e lexoni atë nenin? Është detyrues për liderin që të japë dërheqjen kur partinë nuk e sjell në pushtet, apo duhet të jemi me këtë leximin e kontekstit, po zgjedhjet u vodhën edhe? Nuk do bëjmë, po themi sikur ne në Partinë Demokratike kemi shpikë rrotën. Parimi në demokraci është ky, që nuk ka nevojë për nen. Pra që kryetarët e partive të mëdha, nëse nuk sjellin rotacionin, largohen. Në Shqipëri kemi një problem që po e shoqëron prej 34 vitesh, që ka kontestim të zgjedhjeve, dhe kur ka kontestim të zgjedhjeve ne do merrem me kontestimin e zgjedhjeve për të arritur të kemi zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Pra, nuk po unë të paktën nuk tek ata që them që ky parim nuk duhet. Ky është parim bazë në shoqëritë demokratike për të sjellë përmirësim, por në kushtet kur në Shqipëri nuk ka zgjedhje dhe është parë përfshirja siç po duket, përfshirja elementeve kriminale, përfshirja e bandave, mos harrojmë disa elemente të tjerë të cilat në rastin e zotit Berisha se duhet të themi dhe këto, duke thënë parimin që ka dalë vetëm disa muaj para zgjedhjeve, ka qenë izoluar apo jo. Ka qenë burg, po burg shtëpie, pra arrest shtëpie. Pra në këtë kuptim i gjithë konteksti i ngjarjeve e bën që kjo të mos jetë një situatë normale ku të kërkohet, po themi me ngulm ky, por parimi duhet të jetë ky. Ka një argument, pikpyetje që ngrihet zoti Saliani edhe në këtë kontekst që ikën Berisha po kush, sepse edhe gjatë vakumi që krijoi zoti Berisha me qëndrimin e tij i izoluar në shtëpi, kishte nga publiku, le të themi, një lloj pritshmërie për të parë nëse mes jush spikat dikush që mund të krijojë edhe kohezionin e brendshëm dhe besimin e ndërsjellë ose atë autoritetin që e ka mbi të tjerët për të çuar një parti përpara, pavarësisht se nuk është kryetari. Shiko, unë mendoj që ky nuk është një diskutim, po themi, përderisa zoti Berisha është kryetar i partisë dhe është një betejë për, po themi, për të garantuar, s'pari për të denoncuar, po pas për të garantuar votën e lirë të qytetarëve, kjo nuk është një bisedë konkrete. Por pa diskutim që me qenë se sollet këtë si rast, nuk mundet që në kohën që kryetari i partisë është izoluar të tregojë dikush që po kërkon të zëjë vendin. Kjo nuk do të ishte as e dur, as etike, madje do tregonte që nuk kemi as një parti kur nuk ruajnë disa limite. Mos harrojmë që unë ditën që zoti Berisha ka, po themi, ose në këtë rast Spaku ka marrë vendim për zotin Berisha, unë atë ditë kam shkuar, jam rikthyer në Selisë, ne kemi pas diskutimet tona, sepse në momente të vështira kur dikush, siç unë e pash, që ishte një masë, siç edhe u duk tani, ishte një masë, po themi, jo proporcionale dhe e tejkaluar në tejkalim të ligjit, unë do ndjek të drejtën njerë, pasaj ambicet. Pasaj këto diskutimet në parim që ky po kush, as kush nuk e di në as një vend, se